Ermosi dhe vetë nuk pranon. Jo, neve i dham besim. Në qoftë se besimi që i dham ne u shpërdorua është tjetër çështje. Duhet ta mbajmë gojën mbyllur, të themi që u bë procesi shkëlqyer në diasporë në një kohë kur e di madh dhe i vogël që zarfet u lan rrugëve ose u morën me karroca nga patronatistët. Jo, zoti Celibashi tha që ka për secilin dorëzim në diasporë ka një firmë nga Marsi, ndërsa për pjesën e DHL-s në Greqi e pranuan që kishte pasur një nën-kontraktor. Ai ka shkelur kontratën DHL-ja në Greqi. Ai ka shkelur. Që është pranuar publikisht. Po që këtu të bie procesi, që nga momenti që ka pranuar publikisht institucioni, që DHL-ja ka shkelur kontratën që duhet kishte. Kush e mban përgjegjësinë? E mban KQZ-ja, e mban DHL-ja apo e mban kontraktori që s'është askush në raport me procesin? E para, e dyta, dhe kjo që çdo vot ka firmën e vet, nuk është e vërtetë, sepse jemi duke verifikuar firmat që ne janë vënë nga Greqi, po patjetër, ka me mira firma që mungojnë, ka dhe mira firma cilët nuk mund të konsiderojnë firma në kuptim të ligjit, pasi ka vetëm një vizë, një pikë, një rreth, cilat asesi në kuptim të ligjit nuk mund të konsiderojnë firma. Por janë fakte që janë fakte që po verifikohen nga ana jonë, se para 2 ditësh ne janë vënë dispozicion, dhe që do të dalim edhe me një lidhur me procesin në Greqi dhe me proceset e tjera, sepse akoma se kemi marrë për vendet e tjera, do të dalim me një qëndrim dhe do t'i bëjmë publike, ju do t'i shihni me sy tuaj ato që presupozohet që t'jenë firma dhe të kenë garantuar proces. Do t'ju ndjekim sepse kemi interes për gjithë procesin dhe se si po menaxhohet në përmbyllje të tij. Zoti Kaso, në listat e Partisë Demokratike patët shumë vende bosh për aleatët. Në përfundim, le të themi tani kur shifrat janë sakta nominalisht, ja vletën këto pozicione të dhëna për aleatët tuaj, e kanë justifikuar, le të themi? Atëherë, duhet që të kristalizojmë qëndrimin që në momentin që ne zgjodhëm të garojmë një koalicion të gjerë, listat më pas nuk ishin të Partisë Demokratike, ishin listat të koalicionit. Kjo është një zgjedhje detyruar, cilën ndryshimet e njëanshme kushtetuese dhe të kodit të shtatorit të 2020-s nga majoranca dhe nga kryeministri, na kanë imponuar që të bëjnë. Nuk ka qenë zgjedhja jonë që të ndryshojë formula e koalicioneve vetëm 5 muaj përpara procesit zgjedhor të 2021-shit, por jemi detyruar që të bashkëjetojmë me këtë imponim, jo, ne s'ishim. Po falur sepse ju i lanë vendet bosh. Ne nuk lanë vendet bosh në një situatë normale, në një parlament normal, dhe mbi të gjitha përgjegjësinë për thyrjen e një marrëveshje që u bë me garancinë e partnerëve ndërkombëtar, një marrëveshje të 5 qershorit që u përshëndet nga Departamenti i Shtetit, nga Bashkimi Evropian, u gris në sytë ndërkombëtarëve në mënyrë të njëanshme, duke thyer kështu dhe traditën e komisioneve bipartizane dhe e ndryshimeve të rakorduara midis palëve në kodin zgjedhor që daton që nga 2001-shi, kështu që janë ndryshime të imponuara. Ju po zotin Rama në 26 korrik vjet. Sigurisht, jemi ullur 26 korrik, sepse morëm përgjegjësinë, siç e thashmë përpara, morëm përgjegjësinë që të bënim realitet ëndrrën e shqiptarëve të diasporës për 30 vitesh, duke i dhënë besim një procesi që do të bënte më në fund realitet votën e diasporës, cila u bë realitet fal këmbguljes Partisë Demokratike dhe fal votave dhe konsensusit që dha Partia Demokratike. Sigurisht kishim përgjegjësinë që si opozit të adresonim gjithashtu 2 vendime të gjykatës kushtetuese, njëra që kishte të bënte për votën e diasporës, tjetra që kishte të bënte me shfuqizimin e mekanizmit hersit, se ndryshe rrezikonin që të mos kishim rezultat zgjedhor në asnjë lloj mënyre, sepse nuk shpërndaheshin dot mandatet, dhe vetëm për të zbatuar këto 2 detyrime të gjykatës kushtetuese, jemi ulur dhe kemi bërë minimumin e nevojshëm, kemi qenë ne të parët që dhe kur jemi ulur dhe kur kanë përfunduar këto ndryshime, kemi denoncuar faktin që kemi padur një majorancë e cila ka refuzuar që të bëjë një reformë zgjedhore, kemi thënë ne që nuk ka padur reformë zgjedhore, një majorancë që ka refuzuar për herë të parë të futet në një proces zgjedhor pa adresuar rekomandimet e Odirit nga 2 zgjedhjet e mbarshme, 2021-shit, 2023-shit, që janë ende të pa. E qartë, mirë, duke kthyer edhe pak tek aleatët,